Në shtëpinë e Big Brother Kosova, tensionet nuk pushojnë asnjëherë dhe këtë herë përplasja verbale mes Hygertës dhe Albes solli një tjetër moment të fortë, plot ironi, akuza dhe nënkuptime që ndezën atmosferën në shtëpi. Ishte një debat që nuk shpërtheu me britma menjëherë, por u ndërtua fjalë pas fjale, duke u bërë gjithnjë e më i rëndë. Hygerta i u drejtua Albes me një ton të drejtë dhe pa doreza. Ajo i tha hapur se Alba di vetëm të flasë, por sipas saj nuk bën asgjë konkrete brenda shtëpisë. Ti vetëm fjalë di të bësh, i tha, asgjë tjetër këtu në shtëpi. Këto fjalë u pritën me heshtje për disa sekonda, por ishte e qartë se nuk ishin thënë rastësisht. Hygerta vazhdoi më tej, duke e quajtur Albën dramën e kësaj shtëpie, duke nënkuptuar se çdo situatë e tensionuar, çdo konflikt apo debat, në një mënyrë apo tjetër lidhej me të, ajo nuk u ndal aty. Me ironi të theksuar, Hygerta i hodhi një tjetër thumë, çka thua tani, se çka thua më vonë? Një fjali që la të kuptojë se Alba shpesh ndryshon qëndrim, flet ndryshe sipas situatës dhe nuk mban një linjë të qartë në lojë. Ky koment e rëndoi edhe më shumë atmosferën, sepse nuk ishte vetëm kritik, por edhe vënje në dyshim e sinqeritetit të saj. Situata u bë edhe më ironike kur Hygerta përmendi një detaj që u konsiderua goditja finale e debatit, sipas saj. Ai person që i kishte bërë gjëmën, që e kishte lënduar apo e kishte futur në situata të vështira, ishte po ai që më pas shkonte dhe e puthte, sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Një deklaratë që u interpretua si akuzë për hipokrizi, për lojë emocionale dhe për marrëdhënie të paqarta brenda shtëpisë. Banorët e tjerë i ndoqën këto fjalë me vëmendje. Disa shkëmbyen shikimen, disa u përpoqën të mos përfshiheshin, ndërsa të tjerë ndjenë se debati kishte prekur një nerv të ndjeshëm. Alba, nga ana tjetër, u pa e tensionuar, duke u përpjekur të mbante qëndrim, por ishte e qartë se fjalët e Hygertës kishin lënë gjurmë. Ky moment tregoi edhe një herë se në Big Brother